Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Timoteut 1:19. Duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa, duke e hedhur poshtë, u bën lundërthyrje në besim. 1 Timoteut 2:1. Të bëj thirrje, pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit. 1 Timoteut 2:2. Për mbretërit e për të gjitha ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të pashtë me çdo perëndishmëri dhe nder. 1 Timoteut 2:8. Dua, pra, që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duar të pastra, pa mëri dhe pa grindje. 1 Timoteut 2:9. Në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë të vishën hishëm, me cip dhe modesti dhe jo me gërsheta a me ar, a me margaritar, a me rroba të shtrenjta. 1 Timoteut 2:10. Po me vepra të mira, si u ka hije grave që i kushtohen perëndishmëri. 1 Timoteut 2:11. Gruaja le të mësojë në heshtje dhe me çdo nënshtrim. 1 Timoteut 4:7. Shmangu pra nga përrallat profane dhe të vjetërve, edhe ushtrohu në perëndishmëri. 1 Timoteut 4:12. Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në dëlirësi. 1 Timoteut 4:13. Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vijë unë.